Shikues të dashur, përshëndetje. Ja jemi këtu me një kampiona. Mund të them kampione që ka prekur horizontin lart dhe është një yll në horizont në arenën si në vend, ashtu edhe jashtë vendit, në suaza ndërkombëtare, në sportin e karates. Me mua është karateistja e famshme dhe e njohur Ada Murtezani. Pra përshëndetje për Adën dhe mirë se erdhe në rubrikën tonë të posaçëm e të lezetshme të vogël që e kemi në rubrikën në emisionin në mëngjesin 9:11. Pra mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe Arda. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, jam shumë krenare që më keni ftuar. Je krenare? Po. E po mirë, pra, atëherë ne me Adën dhe me ju shikues të dashur, do të ndjekim një material dhe më pas do të ndjekim një bisedë të këndshme me ta. Mundet? Po. Ta shikojmë së bashku. Në botën e sportit, talenti i vërtet shpesh faqet që në moshën e hershme. Një shembull i tillë është edhe Ada Murtezani, një vajzë që me përkushtim, disiplinë dhe vullnet të fortë ka arritur të dallojë në sportin e karates. Që në moshën 5 vjeçare, Ada ka filluar të merret me karate. Ajo që nisi si një aktivitet për fëmijë, shumë shpejt u kthye në një pasion të madh dhe në një rrugtim drejt suksesit. Me një disiplinë të admirueshme për moshën e saj, Ada ka treguar se suksesi nuk është rastësi, por rezultati i punës së vazhdueshme dhe përkushtimit. Fal këtij angazhimi, Ada ka arritur të fitojë një numër të madh të medaljeve të arta në gara të ndryshme. Çdo medalje përfaqëson jo vetëm një fitore, por edhe orë të panumër të stërvitje, sakrificë dhe përqendrimi. Një nga rritjet më të mëdha të saj është shpallja e kampionës shtetërore për 3 vite radhazi, në 2 nga disiplinat kryesore të karates, kata dhe kumite. Këtë suksese dëshmojnë jo vetëm aftësitë e saj teknike, por edhe forcën mendore dhe gatishmërinë për të konkuruar në nivele të larta. Por rrugtimi i Adës nuk ndalet vetëm brenda kufive të vendit. Ajo ka përfaqësuar me sukses veten edhe vendit në gara ndërkombëtare, duke u shpallur kampione në disa shtete si Bullgaria, Shqipëria, Serbia, Kosova, Mali, Zi dhe Turqia. Këto arritje vendosin atë ndër sportistët e reja më premtuese në rajon. Sot Ada mban brezin e zi në karate, një simbol i përkushtimit, përvojës dhe nivelit të lartë të aftësive në këtë sport. Ajo stërvitet në klubin e karates Forca në drejtimin e trajnerit Muharrem Imeri, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe sukseset e saj. Megjithatë, ajo që e bën Adën edhe më të veçantë është balanca që ajo arrin të majë me sportit dhe jetës së saj të përditshme. Përveç angazhimeve në karate, ajo është një nxënëse e përkushtuar dhe aktive edhe në fusha tjera. Në kohën e lirë, Ada i kushton rëndësi leximit dhe recitimit, aktiviteteve që ndihmojnë në zhvillimin e saj kulturor dhe artistik. Kjo tregon se suksesi i saj nuk kufizohet vetëm me sport, por shtrihet edhe në formimin e saj si një individ i kompletuar. Historia e Adës është një frymëzim për të rinjt, një dëshmi se me punë, disiplinë dhe besim në vetvete, çdo ëndër mund të bëhet realitet. Në një moshë kaq të re, ajo ka arritur shumë për rrugtimin e saj që sapo ka filluar dhe padyshim e ardhmja premton edhe më shumë suksese për këtë kampione të re. Ada, më trego kur ke filluar të merresh me karate dhe pse e zgjedhe pikërisht këtë sport? Kam filluar të merrem me karate që nga mosha 5 vjeçare, sepse më pëlqente shumë ky sport dhe doja të mësoj disiplinë, forcë dhe vetëmbrojtje. Sa kohë stërvitesh zakonisht gjatë javës? Zakonisht gjatë javës stërvit në 4 deri 5 herë në javë, sepse dua të përmirësoj teknikën dhe përgatitjet fizike. A të pëlqen koha me shoqet dhe shokët atje që kalon? Po, ekstremisht. Dhe me trajnuesin tënd me siguri. Po. Në cilët gara ke marrë pjesë deri tani? Deri tani kam marrë pjesë në shumë gara brenda dhe jashtë vendit, si për shembull në Kosovë, Shqipëri, Bullgari, Serbi, Turqi, Malzi e shumë vende tjera, ku kam fituar shumë medalje të arta në disiplinat kata dhe kumite. A do më na tregosh ndonjë medalje që ke marrë në ndonjë vend që është e artë?
Në sa Kam vende? fituar disa medalje të kampionatit Maqedonisë që janë të arta dhe ndihem shumë krenare që kam fituar ato. Në cilën vende? Vendet e para. Në vend Maqedoni, kjo në është kampionati i Maqedonisë. të lumt. Cila ka qenë gara më e vështirë për ty? Gara më e vështirë për mua ka qenë ato ku konkurrenca ka qenë shumë e fortë, ku u deshte të jap maksimumin për të fituar, po zakonisht të gjitha gara janë të këtij lloji. Çfarë ndjenje ke kur fiton një medalje në një garë? Ndihem krenare dhe kam shumë lumturi sepse e di që mundjet dhe stërvitjet e mia janë shpërblyer. Kush të motivon më shumë për të vazhduar me karate? Mua më motivojnë më shumë trajneri e Muarem Imeri dhe familja ime, sidomos mami, sepse më mbështesin dhe më inkurajojnë të vazhdoj. Sa bukur. Po cili është qëllimi ose ëndra jote në këtë sport? Qëllimi dhe ëndra ime në këtë sport është që të urij suksese më të mëdha në karate dhe të përfaqësoj shtetin tim në mënyrë më të mirë. Çfarë mendon Ada? A do vazhdosh me këtë sport dhe na bëhesh ndonjë trajnuese apo je shumë e re dhe mendon diçka tjetër? Unë besoj që të mire me karate deri në fund. Deri në fund, të lumt. Unë kam dëgjuar se përpos karates ti edhe reciton shumë bukur dhe merr pjesë në performanca në të gjitha ngjarjet kulturore, artistike që janë në shkollën tuaj. Është e vërtet? Po. Zakonisht marr pjesë në të gjitha aktivitetet që organizon shkolla ime me gjithë kënaqësi. Me gjithë kënaqësi. Të lumt, të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë, të urojmë shumë suksese dhe të shohim në pjedestalet botërore. Faleminderit shumë.